Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë, përshëndetet, selamet me të mira mbi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e tij e pasojnë. Të nderuar vëllezër, pasi që jemi në serinë e disa ligjëratave të cilët flasin dhe trajtojnë ngjarjet të cilat janë transmetuar nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mësimet dhe përfitimet të cilat i nxjerrim nga këto ngjarje, sot me emrin e Allahu xhalla xhelaluhu do flasim për një temë e cila është shumë e rëndësishme në Islam. Për çështjeve të cilat Allahu xhalla xhelaluhu më shumë t'i ka dhënë vlerë është dituria. Dhe s'ka dyshim se Allahu xhalla xhelaluhu i ka ngrit dietarët dhe ata të cilët Allahu ju ka dhënë diturinë në këtë dunja dhe s'ka dyshim edhe në ahiret. Për ata dhe Allahu xhalla xhelaluhu thuaja për asnjë gjë nuk e ka urdhëruar Allahu të dërguarin e tij që të kërkoj dhe të bëj dua përveç diturisë. Për ata dhe Allahu xhalla xhelaluhu i ka thënë pejgamberit alayhis salam në Kur'an: "Wa qur rabbi zidni ilman", dhe thuaj Zoti im më shto dituri, për shkak vlerës së madhe që ka dituria në dinin e Allahut. Pastaj Allahu xhalla xhelaluhu thot: "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat". Allahu xhalla xhelaluhu i ka ngrit ata prej besimtarëve për juve, të cilët kanë besuar Allahun, dhe atyre që është dhënë dituri shkallë të larta. Shkallë të larta. Për ata edhe hadithet të shumta të cilët i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vlerën e diturisë. Sikurse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men yuridillahu khayran yufaqqihu fid din". Kujt ja don Allahu xhalla xhelaluhu të mirën, i jep dituri në fe. Andaj edhe rrëfimi apo ngjarjet të cilën sot do ta rrëfim, të cilën na ka transmetuar dhe na ka rrëfyer i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, është po ngjarjet të cilët e trajton vlerën e të kërkuarit të diturisë dhe disa prej edukatave që duhet t'i ketë muslimani në kërkimin e diturisë. Dhe këtë ngjarje Allahu xhalla xhelaluhu gjithashtu na ka rrëfyer në Kur'an pjesërisht dhe pjesërisht apo në mënyrë më të detajzuar ka ardhur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Ibn Abbas nga Ubay ibn Ka'bi radhiyallahu ta'ala anhu se thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Musa alaihi salam një ditë prej ditësh, përderisa ishte duke ju mbajtur ligjërat popullit të tyre, në disa transmetime duke u treguar halalin dhe haramin, është ngritur një prej atyre, prej Ben Israilve, dhe e ka pyet Musa alayhis salam: "Cili është më i dituri këtë dunja? Apo a ka ndonjë më të ditur se ti?" Musa alayhis salam ka thënë jo. E pastaj Allahu xhalla xhelaluhu ka dashur me e qortu dhe me i dhënë mësim Musës, sepse nuk ka thënë Allahu është më i dituri, apo Allahu është ai i cili e din se kush është më i ditur. Dhe e ka njoftu, i ka shpall Musës alayhis salam se një prej robëve të mi të dashur është me një vend i cili ka dituri më shumë se ti. Atëherë Musa alayhis salam pa ngurru dhe pa pritu e ka pyet Allahun xhalla xhelaluhu se ku është ky vend, ku është ky person dhe a mund ta takoj që të marr dituri prej tij. E pastaj Allahu xhalla xhelaluhu i ka thënë Musës alayhis salam: "Merr një peshk me vete dhe udhto ec, kur të ndalesh me një vend ku takohen dy detyrat, aty do takosh një rob prej robëve të mi të cilët i kam dhënë dituri." Dhe Musa alayhis salam pa pritu, pa ngurru, e merr me vete një prej talebeve, mund na mi thonë, që ka qenë në kohën e Musës alayhis salam e që pastaj ka qenë pejgamber i Allahut, Yusha ibn Nun, dhe me veten e çantën e tij e fusin një peshk dhe e nisin udhtimin që ta takojnë këtë rob prej robëve të Allahut, të cilët Allahu xhalla xhelaluhu i ka dhënë dituri. Dhe gjatë rrugës ulen me një vend me pushu, tek një guri. Disa transmetime të Imam Buhariut kanë ardhur se te ai guri ka qenë një burim, në cilën ka dalë një ujë që çdo sen që ka hinë atë burim, edhe nëse ka qenë i vdekur, Allahu i ka dhënë shpirt. Dhe ka pushuar Musa alayhis salam bashkë me Yusha ibn Nun. Dhe për një moment që i ka zonë gjumi, peshku ka ra prej çantës në këtë ujë në cilën Allahu jep jetë krijesave. Dhe ka lëviz peshku dhe ka ra në deti.
Nga se Allahu xhelle xhelaluhu në fillim i tha Muses, kur ta humbuni peshkun, dini se ai është vendi ku ju të takoheni me këtë rob. E pasi që janë zgju prej gjumit, e kanë vazhdu udhimin, nga se Yusha ibn Nun ka harru ngjarjen që e ka pa me sytë e tij. Ka harru me arrëfy Muses a.s. për çështjen e peshkut. Dhe kur janë ndalë me një vend, pasi që kanë ardhur transmetimin një natë dhe një ditë, Musa a.s. i ka thonë Yushes, na afro ushqimin drekën që ta ha. Pastaj Yusha ibn Nun i ka thonë Muses a.s. në vendi ku kena pushu, ka ra peshku në ujë dhe ka ik për ndeti. Musa a.s. tha, po na atë vend jemi duke kërku. Në atë vend e kem për qëllim të shkojmë. E pastaj prap janë kthy gjurmëve të cilat ka kanë ardhur derisa janë shku në atë vendin ku kanë pushu, kur takohen dy detra. Dietarët kanë thënë se ky vend ka qenë ku takohet deti, të cilën në atë kohë kanë sundu persianët dhe deti romakëve. Disa kanë thënë, disa tefsire ka ardhur se është qyteti Tanja që gjendet diku atje në Marok, vendi kur është taku Musa a.s. me Hidrin. Mirë po, neve nuk na intereson shumë detale se ku ka ndodhur kjo ngjarje. Ajo që na intereson është se si ka rrjedhur ngjarja dhe çka përfitojmë prej kësaj. Dhe kur janë ardhur, kur kanë mbri prapë në atë vendin kur kanë pushu, e kanë pa një person i cili ka qenë i mbuluar duke pushu. Dhe Musa a.s. i ka dhënë selam. Assalamu alaikum, dhe aja ka kthy selamin. Mirë po i ka thonë, wa fi ardika selamun, a ka në tokën e juj paqe? Ka dosh me kuptu se ky person i cili po mjep selam nuk është i këtij vendit. Nga se në atë vend kur ka qenë Hidri a.s. është kanë i shpërndan kufri dhe nuk ka pas njerëz që japin selam. Pra pastaj Musa a.s. ka thonë se unë jam Musa. Ka thonë Musa i ben Israilve, ka thonë po. Sot dhe kështu Allahu xhelle xhelaluhu më ka dërgu që të takoj ty. Mirë po Musa a.s. shka i ka thonë? A ka o mundësi që unë të kërkoj dituri prej teje? A ka mundësi? Kale hel e tebiuke ala en tuallimeni mimma ullimta rushta. Ka thonë, a ka mundësi që unë të pasoj të shoqëroj ty që të marrë dituri prej teje? Kale inneke lan tastatia ma'i sabra. Ka thonë, ti s'ki mundësi me bun sabër. Që aludon se ky rrugtim do të jetë bukur i vështirë. Mirë po Musa a.s. shka i ka thonë, kale se të gjiduni insha Allahu sabiran, wala asi leke emra. Ka thonë, inshallah do të më gjesh prej durimtarve dhe nuk do të kthej, nuk do t'i thej rregullat, urdhat të cilët ti më jep. E pastaj e kanë vazhdu udhimin. Gjatë udhimit kanë ecur bregu detit derisa kanë hypur me një anije. Dhe në atë anije, pronarët e asaj anije, ata djelmoshët e asaj anije e kanë njoft Hidrin a.s. Dhe përderisa ka qenë njeri i mirë dhe kanë njoft se është njeri i mirë, nuk kanë marrë pare, nuk i kanë marrë, si me thonë, ujra i thonë arab, nuk i kanë marrë pare për shkak hipjes në anije. Gjatë udhimit me anije, Hidri a.s. e sheh një zog, duke pi ujë, duke marrë prej detit. Zog i cili është ndalë në cepin e anijes, duke marrë ujë prej detit. Dhe i thot Muses a.s. Thot, a e sheh kitë zog? Thot, dituria jime dhe jutja, aq pak e pakson diturinë Allahut, apo ka dosh me thonë me një fjalë. Krahasim me diturinë Allahut, dituria ime dhe jutja është aq sa ka marrë ky zog prej ujit të këtij detit. Sa merr një zog me çepin e tij prej ujit, ka dosh me i tregu se kjo është dituria mangët që kem në krahasim me diturinë Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjatë udhimit Musa Hidri a.s. ja u dëmton anijen këtyne djelmoshave. Dhe Musa a.s. çuditet. Këta edhe na hypën në anije, edhe nuk na murën pare, ky e dëmtoi anijen. Dhe në atë moment kanë ardhur transmetime, është mundu Musa a.s. me rrobën e tij me mbyllat vrimin që e ka hap. Edhe të njëjtën kohë e ka hup sabrin, ka harru kushtin që ja ka përmend Hidri a.s. dhe i ka thonë, qysh e bone këtë punë, kështu, qysh e oprish anijen, kurse këta na hypën në anije. Hidri a.s. thot, alam aqul laka innaka lan tastati ma sabra. Thot, a nuk thash se ti s'ki mundësi me mu me bën sabër? Thot, këtë herë harrova, mos më shep për të madhe. Kështu kanë ardhur ajetet që Allah na ka rrëfy këtë ngjarje. Pastaj e kanë vazhdu udhimin, derisa kanë dalë në breg. Gjatë udhimit në breg i kanë taku disa fëmijë duke losë. Dhe Hidra a.s. njërin prej atyre fëmijëve e godet për vdekje, e mbyt.
Kanë ardhur transmetime të ndryshme se a ka mbyt, çysh e ka mbyt, më rëndësi e ka mbyt. Edhe në këtë rast Musa alayhis salam i humb durimin, se kjo vepër është shumë e shëmtuar. Qysh me myt një fëmijë? A qatalta nafsan zaqiyatan bighayri haqq? Sa ta mbytë një fëmijë pa fajshëm, pa gjunahe, pa hak. Thot më të vërtetë ke bënë vepër shumë të madhe, shumë të keqe. Prap Hidri alayhis salam thot, a nuk thash se s'ki mundësi me mua me bë sabër? E pastaj në këtë herën e dytë Musa alayhis salam ja vendos vetë të vet një kusht. Thot nëse edhe i herë të pës, nëse edhe i herë të ves një çështje pa leje, thot unë nuk do ta vazhdoj udhtimin tënd, nuk do ta vazhdoj udhtimin me ty. Këtë kusht ja vënë vetë Musa alayhis salam Hidrit. Dhe gjatë rrugtimit i zen nata me një fshat, hyn me një fshat dhe kërkojnë atë fshat konak dhe kërkojnë që t'i ushqejnë, për shkak se udhtimi i gjatë. Mirë po ata nuk pranojnë. Kishin qenë kopraca, njerëz të cilët nuk pranojnë musafir, nuk jepnin njerëzve të varfër, shumë njerëz të vrashta domthon. Edhe nuk pranojnë që ti ju bojnë kanak Musës alayhis salam dhe Hidrit, dhe as t'i ushqejnë. Gjatë rrugës kur dalin nga fshati, Hidri alayhis salam e sheh një mur i cili është gati për të rrëzuar. Dhe ardhën në transmetime se e ka drejtuar me dorën e tij. Në disa gjurmë prej transmetimeve ka ardhur se e ka rrëzuar atë mur, pastaj e ka ndërtu prej fillimit. Dhe Musa alayhis salam i ka thonë, sikur t'ju merrshe shpërblim për punën që e bane këtyre njerëzve të cilët neve s'na batën konak, edhe as nuk na dhanë ushqim, kurse t'ju bane këtë mirësi. Tha sikur t'i kishu marr pagesë për këtë punë. Pastaj Hidri alayhis salam thot, deri këtu. Tash e të mas ti do vazhdosh rrugën tone edhe në temen. Domethënë këtu mbaron udhëtimi yt me mua. Këtu mbaron shoqërimi yt me mua. E pastaj ka thonë se unë bihuke bi ta'wili, unë do të njoftoj me gjithë ato që ti e pave gjatë këtij rrugtimit. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu pastaj na ka treguar ngjarjen të plotë se çka i ka thonë Hidri alayhis salam Musës. Qase në hadith ka ardhur deri këtu. E pastaj Allahu xhelle xhelaluhu thot në Kur'an, kur Hidri alayhis salam i ka thonë Musa alayhis salam, hadha firaku baini wa bainak. Ka thonë kjo është ndarja mes teje dhe meje, unë do të shpjegoj ty ato gjëra të cilat ti nuk mund të bësh sabër. E para thot sa i përket asaj anijes të cilën e shpova, ja bana një vrim dhe e dëmtova, thot u shtrëpruan e disa djelmoshave të varfër të cilët punonin në det. Dhe me të ushqenin familjet e tyne. Thot dhe unë desha me e dëmtu këtë anije, nga se prapa atyre qëndronte një mbret zullumçar i cili të e merrte çdo anije i cila ishte e mirë. E cila ishte e pa dëmtuar dhe që kishte mundësi me bos dobi prej saj. Thot dhe unë e dëmtova qëllimisht që mbreti mos t'ja u merr dhe mos t'ja u kidnapoj anijen e tyne, nga se këta prej kësaj anije mvaret në kërkimin e riskut të tyre. Kjo është e para. Kurse i përket thot fëmijës të cilën e mbyta, atij djaloshit, thot ka qenë fëmijë e disa prindëve që kanë qenë besimtar të devotshëm. Dhe ky fëmia kur të rritet nuk ka pas me qenë prej njerëzve të mirë, nuk ka pas me qenë prej besimtarëve. Thot dhe nga frika se mos do të devijonin edhe prindët e tij shkak të fëmijës, thot unë e mbyta. Mirë po Allahu xhelle xhelaluhu në mënyrë që t'ju kompenzoj me një fëmijë më të mirë, edhe më të devotshëm. Për ata kanë ardhur disa gjurmë prej transmetimeve se Allahu xhelle xhelalu pastaj këtyre ju ka dhënë një vajzë e cila ju ka shërbyer, ka bën hizmet dhe ka qenë e devotshme. Në disa gjurmë tjera kanë ardhur se këtyre fëmijëve, këtyre prindve Allahu xhelle xhelalu ju ka thënë fëmijë që kanë qenë pastaj prej pejgamberëve tek Ben Israilit. Mirë po Hidri alayhis salam thot, këto nuk e bëna për vetes time unë. Këtë punë që e bëna që më pa, këto nuk e kam bën për vetes time. Kurse sa i përket atij murit thot, që e kam drejtu, që mos rrëzohet, thot ky mur ka qenë e dy djemve jetim, që ju kishte vdekur babai. Këta kanë qenë të vegjël dhe ju ka vdek baba. Mirë po në fundin e këtij muri, në themelet e këtij muri ka qenë një thesar, që ju ka lënë baba i tyne. Dhe babën e kanë pas të devotshëm, ka qenë njeriu i mirë. Dhe nga frika se mos ky mur po rrëzohet dhe po zbulohet thesari, dhe mos pjo marrin njerëzit, thot unë ngrita këtë mur që derisa ata arrin moshën e pjekurisë, derisa ata të rriten bën zot i vet. Dhe kur të rrëzohet ky mur pas një kohe ta marrin thesarin që ju ka lënë babai i tyre, dhe ta gëzojnë atë pasurinë që ju ka lënë babai i tyre. Dhe ky është thot shpjegimi i asaj që ti nuk munde me bë sabër. Që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj në fund të hadithit thot lawadidna, thot sikur
kishte bë durim edhe pak Musa alayhis salam sa kishte me përfitu për këtyre ngjarjeve të cilat dhe takimit që e ka pas me Hidrin alayhis salam. Dhe këtë hadith e kanë thirrë Imam Buhariu dhe Muslimi në dy koleksionet e vërteta. Kjo sa i përket ngjarjes se si ka ardhur në transmetimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht do të ndalemi në disa prej mësimeve që na i marrim prej kësaj ngjarje. Edhe pse për mi kushtu rëndësi gjithë kësaj ngjarje dhe mësimeve që mundi mi nxjerr nga kjo, duhen ndoshta ligjërata. Mirë, po na do të mundohemi të nxjerrim disa prej tyre çka na novitën më shumti në jetën e përditshme. Fillimisht Hidri alayhis salam apo Khadir që është përmend në gjuhën arabe, e që të na njihet në popull Hazreti Khazri, i thojnë. Ndoshta e keni ndëgju këtë emër. E ka marrë këtë emër në Khadir, që ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot është emërtu Hidri alayhis salam me emrin e Khadir, nga se kur është ul me një vend i cili ka qenë i thatë dhe ka qenë shkretëtir, Allahu subhanahu wa taala e ka qenë mrekulli dhe kanë bime dhe është gjelbruar ai vend. Edhe për atë punë është quajtur me emrin Khadir, që do të thotë prej fjalës gjelbrim. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu. Mirë, po Hidri alayhis salam, ajo çështje që duhet ta përmendemi është se a ka qenë pejgamber i Allahut apo ka qenë vetëm njeriu prej njerëzve të devotshëm, prej njerëzve të mirë. Më e vërtetëra për fjalëve të ulemave dhe dietarëve që kanë prunë në lidhje me këtë çështje është se Hidri alayhis salam ka qenë pejgamber i Allahut. Dhe argumentet për këto janë në vet ajetet që Allahu xhalla xhelalu i ka prunë në këtë ngjarje, në këtë surën, suratul Kahf. E para, kur Hidri alayhis salam i ka thënë Musës, "Wa ma fa'altu an amri", këto nuk e bëna unë prej vetes time, prej shefit tim, që tregon se kjo ka qenë shpallje nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj Allahu xhalla xhelaluhu ka thënë për Hidrin, "Ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma", thotë dhe i kena dha rahmet. Fjala rahmet, sikur se kanë thënë dietarët, në shumë ajete Allahu xhalla xhelaluhu me fjalën rahmet ka për qëllim pejgamberllëkun. Pastaj edhe vetë ajetin fund thotë wa 'allamnahu, dhe i mësuam atij prej asaj, prej diturisë tonë. Allahu xhalla xhelaluhu ka thënë. Pastaj do të thonë vetë ajeti na tregon se Hidri alayhis salam ka qenë pejgamber i Allahut subhanahu wa taala. Mandena prej vetë ngjarjes kuptojmë se një njeriu i thjesht sikur se Hidri alayhis salam, nëse mos ishte shpallje, si kishte me mbyt një fëmijë të pafajshëm, pa njoft gjendjen e tij. Andaj nga kjo vetë kuptojmë se Allahu xhalla xhelalu i ka shpallë dhe ka urdhëruar me bën një gjë të tillë. Pastaj thjeshtësia dhe modestia e Musës alayhis salam me Hidrin, sikur t'ishte qenë Hidri vetëm një njeri i thjesht, nuk do t'ishte aq modest Musa alayhis salam dhe nuk do të merrte udhtim të takohej me të dhe të merrte një dituri çka ai nuk e ka. Andaj edhe kjo aludon se Hidri alayhis salam kanë qenë pejgamber prej pejgamberëve që Allahu xhalla xhelaluhu i ka dërguar. Pastaj ajo çështje që duhet përmendet gjithashtu për Hidrin alayhis salam, e që është një dyshim shumë i përhapur në popull, është se Hidri alayhis salam a është i gjallë apo ka vdek. Nëse ndoshta keni ndëgjuar për fjalëve të pleqjve son që e përmendin thot Hazreti Hazrin e kanë pa, ose e ka pa filani, ose e ka ndëgjuar kështu, ose e ka taku. Domethënë ka dyshime tek njerëzit se Hazreti Hazri, Hidri alayhis salam është akoma gjallë. Edhe kjo mbështjet janë në bazë të disa haditheve mirë, por të cilat janë daife të dobta. Mirë, po ka edhe prej dietarëve konsiderueshëm që nuk është më rëndësi me i përmend, që kanë thënë se Hidri alayhis salam është gjallë. Mirë, po në bazë të ajeteve dhe haditheve të përgjithshme që kanë ardhur, aludojnë se Hidri alayhis salam ka vdekur sikurse gjithë njerëzit që Allahu xhalla xhelaluhu ju ka caktuar vdekjen. Edhe ajo prej etherëve më të si më thon më të përhapuna që e ka përmendur edhe Ibn Kathiri është se kur ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kanë dëgjuar një zë i cili i ka ngushëlluar sahabët. E kanë dëgjuar një zë i cili i ka ngushëlluar sahabët. Dhe sahabët, disa prej sahabëve kanë thënë se ky ka qenë Hidri alayhis salam. Mirë, po edhe ky ether, ky hadith është i dobët dhe nuk mirret për argument. Mirë, po argumentet të cilat aludojnë se Hidri alayhis salam nuk është gjallë dhe ka vdekur është se Allahu xhalla xhelaluhu ka thënë në Kur'an: "Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld", dhe nuk kena bën prej asnjë prej njerëzve para teja Muhammed që ai të jeton përgjithmonë. E çon këtu hyn edhe Hidri.
për krejt njerëzve. Pastaj hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë sahabëve, edhe ky hadith e kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Muslimi, që pejgamberi sa një ditë ju ka thonë apo një natë, thot a e shihni këtë natë të cilën gjindem një natë sot? Pas 100 vjete nuk do të jetoj askush prej neve këtë botën që është gjallë në këto momente. Domethënë qoftë ai vjetër apo ka lindë ato momente apo ka thonë pas 100 vjete nuk do të jetoj askush. Që aludon se dhe Hidri po të kishte qenë dhe gjallë, kishte me vdek. Nga se po tregon hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj argument tjetër cilën e marrin dietarët është se pejgamberi Allahut është i dërguar për krejt njerëzimin. Sikur ishte Hidri alayhis salam gjallë në moment kur ka fol dhe kur ka qenë pejgamberi sa e kishte për obligim të vinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe t'ia jepte besën dhe ta ndihmonte dinin e Allahut bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po hadithet që kanë ardhur për këtë çështje janë të dobta dhe nuk janë argument që aludojnë se Hidri alayhis salam është gjallë. Andaj kuptojmë se Hidri alayhis salam ka vdekur kurse gjithë njerëzit edhe nuk qëndron ky dyshim se Hidri alayhis salam është gjallë. Çka kuptojmë nga kjo ngjarje të cilën na ka rrëfy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Me të vërtetë se në këtë ngjarje ka shumë dobi dhe mësime, sidomos për ata kërkuesit e diturisë, edhe për vlerën e diturisë. Fillimisht edukata e kërkuesit të diturisë. Pastaj vullneti i madh se si duhet të ketë vullnet kërkuesi i diturisë. E shohimi në Musa alayhis salam, se si Musa alayhis salam për edukatës së tij, çka i tha Hidrit? A ka mundësi që unë të shoqëroj tyje që të marr prej diturisë që Allah të ka dhënë? A ka mundësi, tha, me fjalë më të mira, edhe pse ky është i pejgamberi Allahut. Musa alayhis salam s'ka dyshim se është më i mirë se Hidri, se ka qenë prej pejgamberëve të Allahut, prej ulul azmi. Mirë po, thjeshtësia e tij, modestia e tij para një personi që tash është ul me kërku dituri. Edhe pyeti, a ka mundësi që unë të marr prej teje dituri nga ajo çka të ka mësuar Allahu xhelle xhelal. Pastaj ka thonë se tajidunu inshallah sabiran. Nga se Hidri alayhis salam ka thonë fe in tabata, nëse ti më pason mua, fala tasalni an shay'in. Mos më pyet për asnjë gjë derisa unë tregoj. Çka ka thonë Musa alayhis salam? Ja, bro, nëse më bën sabër me ty. A dikush jam unë, si ka thonë kështu? Se sa kanë qenë prej edukatës, tash është ardhur me mësu dituri prej Hidrit. Ka thonë se tajiduni inshallah sabiran. Do të më gjesh mua inshallah durimtar. Andaj nga kjo kuptojmë se kërkuesi i diturisë duhet të ketë respekt të madh ndaj atij mësuesit që merr dituri prej tij. Mos ta ngrit zanin më shumë se hoxha i tij. Të ulet më poshtë se hoxha i tij. Edhe shumë prej edukatave të cilën kanë nxjerrë dietarët nga kjo ngjarje se si duhet jetë nxënësi edhe kërkuesi i diturisë para hoxhës së tij. Pastaj thjeshtësia, modestia që duhet me pas kërkuesi i diturisë. Sigurisë Musa alayhis salam me Hidrin në këtë rast, që thash edhe pse Musa alayhis salam ka qenë më i ditur, më i ngritur te Allahu se Hidri, mirë po nuk e ka neglizhu, nuk e ka injoru atë dituri që e ka pas Hidri alayhis salam, edhe ka marr udhtim vetëm me taku Hidrin alayhis salam që me përfitu prej tij. Pastaj vëllezër të ndershëm, edhe një çështje që duhet ta kuptojmë nga kjo ngjarje është se njeriu pa marrë parasysh sa arrit diturinë e tij. Megjithatë prap mbetet ignorant në disa çështje që Allahu xhelle xhelal nuk e ka mësuar. Kërkush nuk është i gjithë ditën këtë dunja. Nga kjo kuptojmë se Musa alayhis salam, përse ka pas diturinë në shumë çështje, Allahu xhelle xhelaluhu e ka taku me Hidrin që të mësoj disa çështje që ai nuk i ka ditë. Mirë po në njëjtën kohë dhe Hidri alayhis salam nuk i ka ditë disa çështje që ka ditë Musa alayhis salam. Andaj njeriu nuk është i gjithditur dhe nuk duhet ta neglizhojë atë dituri, qoftë prej çdo kujt që ka mundësi me marr prej tij. Nga se dietarët kanë thënë njeriu është armik i asaj që nuk e njeh. Çish kuptohet kjo? Në shumë sene na në shikimin e parë na duket ndryshe, apo përderisa nuk i kemi njoft, nuk ka ndodhur ndryshe, derisa na ti njohemi ato më përse afërmi, ose derisa t'ja njohim realitetin e tyne. Edhe nga kjo kuptojmë edhe kanë gjën ngjarje se Musa alayhis salam shumë çështje të cilat i ka pa është habit me Hidrin alayhis salam. Mirë po momentin që i ka njoft e ka kuptuar se më të vërtetë në to pas ka pasur urtësi. Andaj edhe kjo është ajo që na duhet ta mësojmë nga kjo ngjarje. Jo vetëm në çështjen e diturisë, mirë po edhe në çështjen e njerëzve, në pikpamjet ndaj njerëzve, ndaj muslimanëve. Nëse na shohim një shenjë jo të mirë të dikush, nëse na ndëgjojmë diçka të keqe, qoftë për një hoxh, por qoftë për një vëlla musliman, mos ta marrim si të kryme pa e vërtetuar lajmin dhe pa e pa realitetin e atij personi.
Sigurisht edhe Musa alayhis salam paragjykoi derisa e pa realitetin aty në ngjarjeve çka ndodhi me Hidrin alayhis salam. Sigurisht edhe ka ndodhur shumë ngjarje kështu historikisht, prandaj edhe po përmendi një rast që ka ndodhur për ngjarjeve që kur është përhap thirrja e Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhabit dhe është fol edhe është përfol shumë për biografinë e tina, edhe është përfol shumë për personalitetin e tina, saqë shumë njerëz kanë çu lajme të këqija tek populli i tyre duke përhap lajme të këqija për vetë Hoxhën. Andaj dhe tregohet në ngjarje në Indi që ka ndodhur që një talebe, një student e ka një vetë Hoxhën e tij, duke fol fjalë të këqija nga ajo që kanë dëgjuar prej njerëzve për Hoxhën, për Sheikhin Muhammed ibn Abdul Wahhabin. Dhe çka ka bën? E ka marrë një libër të Hoxhës, të Sheikhut, ja ka heq kopertinat kur ka qenë i shkruar emri i tij dhe ka vendosur mbi tavolinën e tij. Dhe ai Hoxha i tij e ka marrë atë librin dhe e ka lexuar. Thuhet se ka qenë Kitabut Tauhidi apo Kashfu Shubuhat, njëri prej tyre, dhe çka ka pas me lexu përveç argumenteve Kur'an dhe Sunet. E pastaj ka bën shumë përshtypje kjo libër. Edhe kur e ka takuar të nxënësin as student, ka thënë ku ke marrë këtë libër? Kush është autori i kësaj libres? Thotë autori i kësaj libres është ai Hoxha që i shehi që ti po e shoh çdo ders. Edhe po flet keq për to. Thotë kush është? Ky thotë është Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhabi. E prej atij momenti ky Hoxha i ka ndrru pikpamjet ndaj Sheikhut dhe ka qenë prej ndihmtarëve të thirrjes së Sheikhit Muhammed ibn Abdul Wahhabit në Indi. Andaj edhe nga kjo ngjarje kuptojmë se muslimani nuk duhet të paragjykojë derisa ti vërtetoj gjërat. Për ata dhe deri në këtë mos edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mundu që t'i ruaj pikpamjet dhe paragjykimet e sahabeve. Andaj siç e dini për ngjarjet që pejgamberi sa një ditë ka qenë me gruan e tij Safijen pranë xhamisë dhe kanë kaluar dy persona. Normal se sahabët nuk kanë paragjykuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po pejgamberi deri në atë mos ka dashur me hiq çdo shqipe, çdo dyshim. Dhe ju ka thënë, kjo është Safija, gruaja jeme. Që mos paragjykoni se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shkon me një grua të huaj pranë xhamisë. Është i shkon vetëm me një grua kështu të fol. Deri edhe në këtë mos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur me urujt zemrat e sahabëve të besimtarëve. Andaj edhe muslimani ka për obligim që t'i largojë dyshimet dhe paragjykimet dhe mos të paragjykojë që në fillim në momentet që ta takohet me disa ngjarje ose në disa çështje të cilat nuk i ka vërtetuar. Sikurse edhe rasti i Musës alayhis salam me Hidrin alayhis salam. Pastaj prej dobive gjithashtu se jo vetëm studenti, jo vetëm nxënësi që duhet të ketë modesti ndaj Hoxhës, mirë po dhe Hoxha duhet të jetë modest ndaj studentit gjatë kërkimit diturisë, gjatë japjes së diturisë. Sikurse edhe Hidri alayhis salam u tregua me Musën alayhis salam. Për me tregu modestinë e tij, çka i tha? Tha ta sheh kit zog, se kjo është krahasim dituria ime dhe jotja ndaj diturisë së Allahut. Aq sa ka marrë ky zog prej ujit me sqepin e tij në det, thotë aq do të kem dituri, unë dhe ti në krahasim me diturinë ndaj Allahut. Andaj edhe Hoxha duhet me qenë modest në rastin kur t'jep dituri dhe mos t'jetë mendje mëdhaj ndaj atyre të cilët është duke mësuar diturinë e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj gjithashtu prej asaj që kuptojmë vëllezër të ndershëm është se vlera e udhëtimit në kërkimin e diturisë. Musa alayhis salam, pejgamberi i Allahut, dhe ka marrë udhëtim në kërkimin e diturisë. Përveç asaj ka thonë edhe nëse më zgjat me vite derisa ta takojë në Hidrin alayhis salam unë kam udhëtu. Andaj kjo është rruga të cilën kanë ecë edhe pejgamberët. Nëse dituria nuk mirret aq let, duhet me bë mund, duhet me bë djers, duhet me marrë udhëtim, nga se këtë udhëtim e kanë bën edhe pejgamberët Allahu sikurse edhe Musa alayhis salam. Pastaj vlera e të shërbyerit ndaj dietarëve, apo mashruijet, ligjshmëria që me i shërby edhe me i mos sjell mirë me dietarët, sikurse ju ka shërby Yusha ibn Nun, Musa alayhis salam. Nëse Yusha ibn Nun momentin kur e ka shoqëru, Musa alayhis salam nuk ka qenë në pozitën e pejgamberit. Mirë, po ka qenë sikurse nxënës ndaj Musa alayhis salam, andaj edhe i ka shërby gjatë udhëtimit Musa alayhis salam. Pastaj të harruarit në çështjen e dunjas ju ka ndodhur edhe pejgamberët e Allahut. Është hak, është çështje që ju ka ndodhur pejgamberët e Allahut në lidhje me çështjeve të dunjas, sikurse edhe Musa alayhis salam në këtë rast kur i ka bën pyetje Hidrit alayhis salam, masi që edhe vet ka thonë se nuk do të ves, unë nuk do të pyes dhe ka harru. Apo në momentin kur e kanë harru peshkun, në momentin që nul dhe kanë pushu. Andaj nga kjo kuptojmë se edhe pejgamberët e Allahut në çështjen në lidhje me çështjet e dunjas kanë harru në momente të caktuara, se kanë qenë njerëz. Pastaj pejgamberët e Allahut nga kjo kuptojmë edhe me Hidrin alayhis salam, po edhe me Musa alayhis salam, ka kjo ngjarje se nuk i kanë ditë fshehtën
Nuk i kanë ditë qëra të fshehta përveç kur i kanë njoftu Allahu xhelle xhelaluhu. Andaj pejgambert Allahut nuk i dinë të fshehtën përveç ato çka i ka lajmëruar Allahu subhanahu wa taala, për cilat për neve janë të fshehta, mirë po derisa Allahu ju ka shpall, në shumë çështje ata nuk kanë pasur njohurinë e to, që aludon se pejgambert Allahut nuk i kanë njoftë fshehtën përveç ato çka i ka njoftuar Allahu subhanahu wa taala. Ka se kanë njerëz sikurse gjithë njerëzit, përveç se Allahu ka ngrit me pejgamberllëk. Pastaj prej edukatës është që njeri kur të vendos me bën një punë të thotë inshallah, gjithashtu kuptojmë nga kjo ngjarje, nga se Khidri Musa alayhis salam çai ka thonë se tajiduni inshallah sabiran, do të më gjesh inshallah durimtar, dhe ka thënë inshallah. Pastaj lejohet në banjen e dy të këqijave, cila është më e vogël se tjetra, në mënyrë që me arrit një maslaha më të madhe. E khafu dararejni, që tash përmendet shumë të na, lejohet me shkel njënën prej dy të dëmshmeve, njëna që ka është më e vogël prej tyre, në mënyrë për një maslaha më të madhe. Amo çështjet halalit dhe haramit, jo çështjet kufrit dhe imanit nëse është. Andaj edhe Musa Hidri alayhis salam e dëmtoi këtë anije për një maslaha më të madhe, që të ruaj atë anije dhe mos t'ja marr mbreti këtyre djelmoshave. Ose sikurse edhe në mjekësin, njihet edhe në islam se lejohet mjeku nëse është në pyetje për me rujt shëndetin e trupit apo pjesën më të madhe të trupit, lejohet nëse është dëmtu një gisht apo një kamër, një prej organeve të njerëzve, mja u hek nëse është në rrezik jeta e tij. Dhe kjo është domethënë e khafu dararejni që e përthanin dietarët, e që këtu e kuptojmë edhe nga vetë kjo ngjarje e Musa alayhis salam me Khidrin. Gjithashtu prej mësimeve që marrëmi vëllezër të ndershëm nga kjo ngjarje është se në shumë sene ndonjëherë i kuptojmë ndryshe derisa të shohim realitetin, sikurse e përmenda. Andaj muslimani duhet të mos paraqikoj. Apo në shumë sene ka mundësi që në to fshihet hajri kurse neve në dukin e tyre në duket sherr. Sikurse edhe Allahu xhelle xhelalu ka thënë asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Ka mundësi që ju ta doni një punë mirë pa ajo sherr për juve. Apo asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apo ka mundësi që ju ta urreni një gjë e që ajo është hajër për juve, Allahu din dhe ju nuk e dini. Sikurse edhe pozita e Khidrit në këtë rast kur e mbytja djalin, atë fëmijën, që Allahu xhelle xhelaluhu dëshironte hajër për ata dy prindrit, dhe që t'ju zëvendësoj me një fëmijë më të mirë se sa që ai që ishte. Andaj edhe kjo shikimin e parë ndoshta ishte diçka e urryer dhe pa pëlqyeshme për Musën, mirë po në të kishte hajër. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu me urtësinë e tij e din se çka fshihet pas çdo gjëje. Dhe muslimani gjithherë duhet të shpresojë ajo që është më e mira. Pastaj nga ajo që kuptojmë gjithashtu nga kjo ngjarje që përfitojmë është se muslimani duhet t'i dorëzohet plotësisht urdhave të Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe mos bëj polemik. Nëse Allahu ka urdhëruar për diçka, më së miri është që ti dorëzohesh plotësisht urdhrit të Allahut dhe mos të polemizosh në çështjet që ti nuk i dituri. Në shumë çështje Allahu ka bërë obligim që ndoshta na nuk ja u dim urtësinë e tyre. Mirë po që padyshim se në ato ka hajër. Për ata gjenerata më e mirë kush kanë qenë? Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Nëse Allahu ka thënë për ta, kanë thënë sami'na wa ata'na, ndëgjuam dhe respektuam dhe u bindëm. Për ata, një prej momente, prej raste më interesante që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si sahabët e kanë zbatuar urdhrin e Allahut edhe pejgamberit dhe u kanë dorëzuar plotësisht urdhrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sikurse ngjarja e Hudhaifës në luftën e Khandekut, në betejën e Khandekut, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë sahabëve, kush po shkon që të merr lajme prej mushrikëve, unë do t'ja premtoj atij xhenetin e Allahut. Dhe asnjë prej sahabëve s'ka shpërgjigj. Problem, çush me hin safat e armikut dhe me marr lajmi i pru pejgamberit alayhis salam, derisa pejgamberi sa mi ka thënë Hudhaifës, "Çuja Hudhaifë, shko ti." Dhe Hudhaifë është hyrë në safat e mushrikëve, edhe kanë dëgjuar se ata kanë marr vendim mu largu, mu tërheq dhe mu kthy në Mekë. Pastaj Hudhaifë thotë sikur mos ishte urdhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që unë të marr lajm dhe të kthehem ta njoftoj pejgamberin alayhis salam, thotë e kum pas përballë Ebi Sufjanin. Edhe ka një vetëm, thotë jam mendu me marr një shtizë thotë me godit, edhe me mbyt. Sikur të mos ishte urdhi pejgamberit alayhis salam që ka thonë merr lajm dhe ktheu te unë, thotë do të kisha mbyt Ebu Sufjanin. Mirë po ju ka përgjigj urdhit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
dhe është kthy dhe e ka njoftu për ato që ka pa dhe që ka ndëgju. Dhe s'ka dyshim se dorëzimin dhe bindja ndaj urdhit të Allahut dhe pejgamberit ka urtësi. Pastaj Ebu Sufjani ka qenë prej tyre të cilin e ka pranuar Islamin. E ka pranuar Islamin dhe ka qenë prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka vdekur si sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vëllezër të ndershëm, nga kjo kuptojmë se diturisë i shkohet dhe nuk vjen ajo të shtëpia. Për ata dhe Musa alayhis salam ka marrë udhtim në kërkimin e diturisë dhe nuk ka prit që Allahu t'i vjen ky Hidri, t'ia çaj Hidrin tek Musa. Mirë, po ka marrë udhtim që me kërku dituri nga ajo çka nuk ka ditë Musa alayhis salam. Pastaj vëllezër të ndershëm, nga kjo gjithë ajo që kuptojmë, e sidomos tash që prej kësaj ngjarje kuptojmë disa prej rregullave dhe edukatave që duhet i ketë kërkuesi i diturisë, është se dituria nuk mirret me rahatllëk. Dituria nuk mirret pa e bën mundin maksimal muslimani, pa e bën mundin maksimal njeriu në kërkimin e diturisë, pa u lodh, pa u dirësit, pa u mërzit, pa u untu, pa shumë probleme tjera që njeriu e shoqërojnë gjatë kërkimit të diturisë. Nga se dhe vetë Musa alayhis salam është lodh, është mundu, ka pushu, është mërzit, është nervozu, i ka hup sabri herë, vetëm që të kërkoj diturin nga ajo çka ka pas Hidri alayhis salam. Këto ishin vetëm disa prej pak mësimeve që ndoshta i na mundu me i tubu në lidhje me ngjarjen që na ka rrëfy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Elusmi Allahun xhelle xhelalu që të përfitojmë nga kjo dhe nga shumë ngjarje dhe histori që na i ka rrëfy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.